Herë të parë në Sevaster u organizua takimi i brezave, një ngjarje e veçantë që bashkoi banorët, të rinj, të ardhurit dhe miqtë e kësaj treve, duke sjellë në një skenë të vetme historinë, këngën, vallet dhe zakonet e trashëguara ndër breza. Ky takim e ka emrin Takim Brezash, që njerëzit të njohin njëri tjetrin dhe fëmijët tuaj të takohen jo vetëm me vendlindjen, por me vëllezërit e gjakut të tyre. Sevasteri përjetoi një natë ndryshe ku emocionet dhe krenaria për vendlindjen u ndërthurën me ritmin e këngës labe. Sigurisht është e parë që ne bëjmë këtë dhe ky që motivi që patëm ne për të organizuar një gjë kaq të madhe për të qenë dhe prezent në memorien e çdo sevasterioti ku do i ndodhet. Hapja e kësaj mbrëmje u shënua nga valli e vajzave të shkollës Qanin Nuredini, një simbol i fuqishëm i vazhdimësisë dhe i besimit se tradita do të jetojë përmes brezit të ri. Gjatë mbrëmjes, kënga labe dhe interpretimet artistike sollën emocione të veçanta për publikun, duke krijuar një atmosferë festive. Është mbrëmja më e bukur në jetën time. Pse? Takimi i brezave thot shumë për ne, për vëllezër, për motra, për krajinën e Kudës Grehotit. Takimi i brezave në Sevaster ishte një dëshmi se traditat jetojnë kur njerëzit bashkohen, kur kujtesa respektohet dhe kur brezat përcjellin te njëri tjetri dashurinë për vendin.